Nëse flasim për problematikat posturale se që janë në skoliozat, kifozat, lordozat tek fëmijët, normalisht që një faktor gjigant kryesor seriozës të pesha e rënd e çantës. Në vendet e zhvilluara, shumica e librave lihen në klasë, po. Edhe sistemi arsimor duhet të ndërgjegjësohet që gjysma e librave të lihen në klasë dhe gjysma të merren me vete që të ulet pesha e çantës së fëmijëve, po. Që edhe ai të mos ketë atë, le të themi, peshën e madhe nga shkolla deri te shtëpia, se normalisht do lotë do ta mbajnë në një krah, ai krahu do kthej. Ose do ta mbajnë ne, prindri që unë ka ditë sinqerisht nuk e mbaj dot, domethënë ai shumë lodhet shpina kur mbaj çantën. Ma hen të gjithë shpina nga pesha e çantës, sepse librat janë të rëndë. Po këtu të theksojmë diçka shumë të rëndësishme, është edhe çanta dhe për zgjedhja e çantës. Normalisht ne jemi në 3 muajt e para të shkollës, po nëse është e mundur, nëse e shikojmë që fëmijët tanë përdorin çanta lecke, lëkure, pa jastëkët e brendshëm, me njëri i heqim. Të përdorim jastëk që nga ana e brendshme e shpinës të kenë jastëk, të përdorim çanta që kanë 2 rripa dhe ta rregullojnë në lartësinë e shpinës të shpatulave të fëmijës dhe çantat mos kalojnë gjatësinë e fundshpinës së fëmijës.